Gjykata e posaçme caktoi datën 6 mars për të dëgjuar qëndrimin e prokurorit të SPAK Arben Kraja në dosjen Partizani, ku i panderur është ish-kryeministri Sali Berisha bashkë me 4 personat e tjerë. Vendimi i pason një kërkesë të përfaqësuesit të prokurorisë posaçme për kohë shtesë për të shprehur mbi provat dhe dëshmitatë e paraqitur gjatë hetimit, duke zgjatur kështu afatin e shqyrtimit gjyqësor. Në përfundim të seancës, avokati Genci Gjokutoj deklaroi se në gjykatë u paraqitën 2 video, një e Taulant Ballës dhe një e Edi Ramës, të cilët sipas tij dëshmojnë presionin politik ndaj drejtësisë për hetimin e Sali Berishës dhe dhëndrit të tij. Ishin 2 video, të cilat ne kemi dorëzuar në gjykatë edhe të notarizuara, referuar linkut ku janë marrë. Është një në parlament, thirrja e Taulant Ballës që amanetin e plotësuam, të parin, të dytin, të çojmë Saliun burg. Edhe thirrja pastaj e Edi Ramës nga Asambleja e Partisë Socialiste që po delegjitimohet SPAK-u të veprohet. Në seancën e fundit, Jamabër Maltezi kërkoi thirrjen e disa dëshmitarëve, mes tyre edhe kryeministrin Edi Rama. Sipas Maltezit, në kohën kur Rama drejtonte Bashkinë e Tiranës, me firmën e tij është ndryshuar destinacioni i tokës, që më pas u kthye ish pronarëve me vendim qeverie.